Kena një PR unboxing për vitrine. Produktet e vitrinës, sidomos parfumet e Alvieros, më pëlqejnë tepër shumë dhe i përdori shumë në përditshmëri. Më ka nisë edhe një PR box. Paketimi është shumë nice, edhe qysh se hap kutinë të vjen një erë frutore, erë raspberry. Nuk e di çka kam rënë, ju them drejtën. Atëherë, fillojmë, ku me fillu? A shef, a ju thash që është era raspberry. Ky është jogurti i famshëm, s'pata nevojë me lexu hiç, sepse e njeh, e di. Osi i trupit me erë luleshtrydhe. Dhe vitrina në fakt kur thotet që vjen shumë erë, nuk e pas gabim se sa hapa kutinë janë i vajeren. O zot, kos me fruta fëminijet, ju betohem. Ka bajagi që u përhap ka. Ta përtit ka lëkura shumë shpejt. Çfarë erë kët? Si duket si kuti qumshtet. Blueberry Mochi Shower Gel, skin friendly, gjithashtu dhe vegan. Ka si kombinim boronicet me mjedrën. Më kurioze me e provu në dush se si ka me kanë pjesa e bubblesave e kështu. Tjetër është ky scrubby që është trajten kështu si sheqeroze. Çfarë fjalë sheqeroze? Do të thonë ka edhe body wash edhe scrubbet. Kja është si ata haribot me fruta. Edhe sheqerin e pas ka as të imt, as të trash. Fix. Edhe paketimi shumë cute. Gjaja funet është whipped body lotion. Mendosha se është shaving cream fakt. Është thjesht krem trupit. Në trajt shkumet edhe shumë makullaj të përhapshme. Renditja do t'jetë shower gel, scrub, në kjo shkuma, edhe në fund për mi dhanë shtresën e fundit hidratimit është jogurti. Produkte është për trup e kështu ftes. Thank you shumë për vitrinës për këtë PR box edhe ju që e keni provu më tregoni se si ju a du. Bye!